Më 30 mars Neptuni ndryshoi shenjë hyri në shenjën e Dashit pas 14 vitesh që qëndronte te shenja e Peshqve. Neptuni në Dash hyn për herë të parë që prej vitit 1861 do të kthehet retrograd më datën 4 korik dhe do të kthehet për herë të fundit te Peshqit më 22 tetor, do të stacionojë në vit të drejtë në 10 dhjetor për të rihyrë te Dashi përgjithmonë për një 13 vite të tjera, në 26 janar 2026 dhe do të largohet nga Dashi në 23 mars të 2039. Dhe zhvendosja e Neptunit te Dashi sinjalizon agimin në një epoke të re, një epokë që na thret që ne të çlirohemi nga ato iluzione, nga fantazinë, nga mashtrimet që turbulluan si të thuash gjendjen perceptimin ton teksa Neptuni ishte te Peshqit tek shenja që ai e sundon. Neptuni qeveris botën e ëndrave, por Dashi ka të bëjë me veprimin, kështu që nuk është e mjaftueshme për të imagjinuar një realitet tjetër. Ne duhet të veprojmë, të bëjmë diçka për ta ndërtuar këtë realitetin e ri që ne dëshirojmë. Dhe gjatë 14 viteve të ardhshme ne do të rishqyrtojmë kolektivisht atë për cilën ne besojmë. Dhe më e rëndësishmja atë për çka ne jemi të gatshëm që të luftojmë. Është një kohë për të rivlerësuar mjetet tona, ndërsa mjetet digjitale, më saktë që lidhen dhe me rrjetet sociale, parashikohet se shumë njerëz mund të fshin akauntet e tyre nga mediat sociale apo të shkëputen për të rimarrë kohën e tyre, për të fokusuar më shumë tek vetja, apo të tjerë mund të kenë një qasje më të strukturuar, mund të kufizojnë kohën para ekranit. Neptuni te Dashi sjell një zell të tepruar duke idealizuar situatat dhe liderët pa vënë në liderët dhe liderët politik. Dhe liderat pa i vënë në dyshim ato motivet e tyre, mund të krijojë një urgjencë për të vepruar pa menduar, duke çuar në hapat gabuar kështu nga ana negative, duke sjell djegje energjie apo disa lëvizje reaksionare që nuk është se ka ndonjë bazë të qartë. Për gjithë ata që kanë vendosje të forta të shenjës së Peshqve në hartën e tyre, pra ata që kanë ascendentin në diellit e Peshqit apo kanë disa planete të shenja e Peshqve, ky ndryshim i Neptunit do ndjehet si një pastrim i papritur i mjegullës së tyre që i zymtonte ka një 14 vite, sepse ka bërë pak se gjërat e paqarta për këta që kanë energjinë e Peshqve apo disi edhe të çuditshme. Ndonjëherë mund të kenë qenë magjike, frymëzuese, sepse Neptuni sjell edhe frymëzim, jo vetëm kështu turbulenca, po ndonjëherë kanë qenë edhe konfuze dhe destabilizuese. Ndërsa tani që futet e Dashi, normalisht do ndikojmë shumë ata që kanë ascendentin e Dashit, që kanë hënën, diellin, që kanë shumë planete të shenjë e Dashit, pra kjo mjegull fillon që të ngrihet për këta persona që kanë vendosje të Dashit dhe do të ndjejnë një ndryshim intensiv pasi Neptuni do të bashkohet me ndjenjën e tyre të identitetit, duke nxitur krijimtarinë në shtuar dhe një kërkim të pamëshirshëm për qëllimin e tyre. Se si do të ndikojë Neptuni përgjithsisht tek shenjat e zodiakut, unë kam bërë parashikimet që i kam postuar në Patreon, kështu që mund t'i jeni një sy tek patreon.com/keiastro.